në mbi të gjitha në një ndër fshatrat turistik që Shqipëria gëzon. Në fakt, historia e këtij qyteti. Ato ta kisha unë e gabim, ta zhënoje ti, që kisha unë e gabim. Mirë pra... Hajde. Do filloj? Hajde. Ua, që kam sot mërë zot? O thjeshti. Etin e Principatës së Arbrit. Pikërisht që shikoni edhe në planin pasnesh që jemi pikërisht këtu. Ose e thash një fjalë 2 herë. Kë? Pikërisht? Pasnesh. Çka kjo? Hesim, këto. Vazhdoj. Në fakt si të që... Pre. Kat, pre. Hajde pra. Unë dua të citoj në linge me ju, është rari gjë të cilës ju mund të vizitoni këtë qytet. Çfarë po them o vëlla? Hajde, kush e ka thënë Samiu? Na infrash, vllai vet. Vllai. Se i ngel hatri pastaj thot pse ma kjo. Mirë. Kur ujo qyteti i bekuar, prite. Ua, prite. Le, mos të shpëtojë më modern. Mirë pra me këto thënie. Si shtet ju të bukurishte vetë? Shumë mirë. Jo, më hajde. Për zotin, Samiu pa na. Por s'në e mirë ta e di ku po shkojmë. Dire pa thuaj po nisëm, që na bëndim me Laraska. Kush e Laraska, haj. Gati. Vizituam në një ndër xhamit kryesore të qytetit të Vlorës, siç është xhamia e Pëllumës. Patjetër. Nisë se na doli. Na doli cigaja aty. Do të ndalim dhe do të japim një informacion dhe për kullën e Saatit, pasi është simboli kalas apo jo. Sigurisht. Kështu që largohemi për të drejtuar. Po do themi kulla e Saatit është si qershia mbi tort. Kjo ishte një fun fakt. E rënje. S'ka një mëzën. Jo, rënje, hajtë, po. Po, kemi shtanë rrugtimi jonë, i vjen fundi. Por, i vjen fundi, mos më rresi ku po vajtojmë. Jo, po presë do bëja. Po, rripar më i gjallë. Po, me që e hapa unë këtë episod, më takon nga mua ta ndëll, pikërisht. Valinderit shumë që na ndoqët,